Çaji i kamomilit është I mirë për të gjithë, por ky gabim që bëni mund t'ju kushtojë jetën. Është stina ku ka luhatje të theksuara të temperaturës dhe probleme shëndetësore që shkaktohen krahas trajtimeve të ndryshme, kërkojnë edhe një kujdes të dur të ushqyerjes, lidhur edhe me jetesën tuaj. Çaji i kamomilit është shumë I mirë për qetësim dhe lehtësimin e dhimbjeve të organizmit nga virozat e ndryshme. Ndaj, përdorimi I tij në dietën tuaj ditore mund të luajë një faktor pozitiv në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përdorimi I çajit të kamomilit në përditshmërinë e dietave tuaja mund të jetë një rol pozitiv në menaxhimin e këtyre shqetësimeve dhe gjithashtu rritjen më të mirë të organizmit tuaj. Ekspertët shtojnë një zëri se kamomili është shumë I mirë për shëndetin, veçanërisht për lehtësimin e dhimbjeve tuaja të stomakut, dhimbjeve pas koke dhe gjithashtu edhe problemet e migrenës së ndryshme. Ekspertët shtojnë se kamomili mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit, ndaj ai është shumë I rekomanduar edhe për lehtësimin e problemeve të tilla. Përdorime të tilla të kamomilit do të luajë një rol lehtësues kundër komplikacioneve të shëndetit dhe gjithashtu rritjen e rezistencës së organizmit tuaj. Ekspertët e cilësojnë kamomilin si një përzgjedhje të mirë fantastike në dobi të shëndetit, dhe përdorimi I tij me kujdes në përditshmërinë e dietave tuaja mund të jetë një përzgjedhje shumë e rëndësishme edhe në lehtësimin e problemeve të caktuara. Por përgatitja e çajit të kamomilit, megjithatë, duket e lehtë, por janë disa gabime të cilat zakonisht ju I bëni, të cilat mund t'ju kushtojnë edhe përfitime dhe shëndetin tuaj. Prandaj në këtë video, sipas Step12, do të rendisim disa nga gabimet që bëni më së shpeshti dhe duhet t'i evitoni nëse doni të merrni përfitimet që kamomili do t'i sjellë në shëndetin tuaj. Gabimi kryesor ka të bëjë gjithashtu edhe me zgjerrjen e tij. Gabimi I parë që shumë njerëz bëjnë teksa përgatisin çajin e kamomilit është edhe procesi I zgjerrjes së tij. Këshillohet që asnjëherë të mos e zgjeni bashkë me ujin me të gjithë kamomilin. Si fillim, vendosni në zjarr çajnikun ose enën ku doni të zgjeni ujin për të përgatitur kështu edhe çajin. Gjithashtu, lëreni ujin të zgjejë dhe kamomilin që doni të përdorni për të përgatitur çajin nuk duhet ta shtoni në momentin që uji zjen, por duhet ta shtoni atë si duhet. Temperatura e ujit ku shtoni kamomilin duhet të jetë gjithashtu edhe konstante. Ky është një tjetër detaj I rëndësishëm në përgatitjen e çajit. Uji duhet të jetë gati edhe për momentin që keni nisur të vlojë tërësisht përgatitja e çajit. Kur t'jeni duke vluar, largoheni nga zjarri dhe në këtë moment hidhni sasinë e caktuar që doni të përdorni të kamomilit. Përzieni mirë dhe e lini 3 ose 4 minuta dhe më pas mund ta akulloni lëngun për të marrë sasinë e përcaktuar të përfitimeve të tij. Kujdesuni që të mos e lini atë për më shumë se 3 deri në 4 minuta, pasi kamomili do të lëshojë më shumë nga ekstraktet e tij, duke u bërë më I fortë dhe mund të shkaktojë efekte të padëshiruara që mund të krijohen vazhdimisht edhe në organizmin tuaj. Përdorimet të tilla të kamomilit do të luajë një rol fantastik në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve, por si gjithmonë mënyra se si e përdorni atë në dobi të shëndetit do të jetë gjithashtu edhe një mundësi për të marrë përfitimet dhe për të parandaluar kështu komplikacionet në organizëm. Kamomili është përdorur në mjekësinë tradicionale prej qindra vitesh, edhe në lehtësimin e dhimbjeve të kokës dhe ato të stomakut, duke sjellë rezultate konkrete pozitive në menaxhimin e komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së shëndetit tuaj. Por përse njerëzit e përdorin kamomilin dhe cilat janë përfitimet kryesore të tij në dobi të shëndetit tuaj? Kamomili konsiderohet si një bimë e sigurt dhe është e përdorur në shumë kultura për të lehtësuar komplikacionet dhe për të nxitur gjithashtu të keni një organizëm më të shëndetshëm. Kamomili lidhet gjithashtu me lehtësimin e dhimbjeve tuaja të stomakut dhe një rezistencë më të mirë të shëndetit. Ai mund të lehtësojë komplikacionet e tij. Një projekt I përgatitur ka treguar se kamomili mund të sjellë benefite të mira në lehtësimin e komplikacioneve të shëndetit dhe gjithashtu t'i japë edhe rezultate fantastike në mbrojtjen e tij.
Për ju në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i çajit të kamomilit në përditshmërinë e dietave tuaja sipas ekspertëve të Healthline. Kamomili ndihmon në lehtësimin e komplikacioneve tuaja të organizmit. Çaji i kamomilit është përdorur që në lashtësi për të përshpejtuar dhe lehtësuar problemet që i kanosen kështu organizmit tuaj. Ai është përdorur në lehtësimin e problemeve të tretjes dhe gjithashtu kamomili është një përzgjedhje fantastike me veti të larta ushqyese për shëndetin tuaj. Ekspertët e cilësojnë kamomilin si një nga pijet më të mira në lehtësimin e problemeve të lëkurës, gjithashtu edhe fal antioksidantëve që ka që do të mundësojnë një organizëm më të shëndetshëm, më të fortë dhe më pak probleme të shëndetit. Çaji i kamomilit është një lehtësues i mirë i situatave tuaja kundër luhatjeve të sheqerit. Studime të ndryshme kanë treguar se kamomili mund të ndihmojë ndjeshëm në këtë aspekt, duke sjellë rezultate konkrete pozitive në menaxhimin e këtyre komplikacioneve dhe rritjen e shëndetit tuaj. Çaji i kamomilit është një përzgjedhje shumë e mirë kundër bakterieve të këqija. Efektet antioksiduese të kamomilit janë treguar se mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe të lehtësojnë komplikacionet e tij. Sigurohuni që ta përdorni atë si duhet dhe do të keni më pak komplikacione të organizmit. Çaji i kamomilit mund të zbusë spazmat e muskujve. Çaji i kamomilit, sipas ekspertëve të Healthline, mund të zbusë spazmat e muskujve dhe gjithashtu të lehtësojë dhimbjet tuaja menstruale, duke dhënë rezultate fantastike edhe për femrat në këto raste. Çaji i kamomilit mund të qetësojë dhimbjet e stomakut. Efekti i kamomilit në stomak është shumë i qetësues dhe relaksues, duke relaksuar kështu edhe shëndetin e zorëve. Megjithatë, çaji i kamomilit mund të ndihmojë edhe në tretjen më të mirë të ushqimeve. Çaji i kamomilit është një produkt fantastik që mund t'ju ofrojë një gjumë më të mirë. Një gotë çaj kamomili përpara gjumit ju qetëson, si dhe përmirëson sistemin nervor në mënyrë që të bëni një gjumë më relaksues dhe më pak probleme gjatë natës. Përdorimet të tilla të kamomilit mund të jenë zgjidhje efektive gjithashtu edhe në rastin e krijimit të hemoroideve. Çaji i kamomilit mund të ndihmojë në lehtësimin e hemoroideve. Ai mund të ofrojë gjithashtu edhe një lëkurë më të shëndetshme dhe më të mbrojtur. Gjithçka që duhet të bëni është të ta përdorni me kujdes dhe gjithashtu rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike. Çaji i kamomilit mund të ndihmojë gjithashtu në lehtësimin e problemeve të stresit, të ankthit dhe t'ju ndihmojë që të arrini rezultate të shumë pritura në këtë aspekt. Nëse vuani shpesh nga ankthi ose edhe nga stresi, çaji i kamomilit mund t'japë rezultate fantastike në këtë drejtim, duke i dhënë organizmit tuaj të gjitha elementët ushqyes shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Kamomili përmban apigenin, e cila ka efekte me veti të mira të ngjashme, të cilat do t'japin rezultate fantastike në organizëm dhe lehtësimin e komplikacioneve. Shtimi i kamomilit në dietën tuaj mund të ofrojë një gjumë më të mirë dhe gjithashtu më pak probleme të pagjumësisë, duke ndikuar në një nxitje më të mirë të gjumit dhe duke lehtësuar problemet që u kanosen si tonelli i saj. Çaji i kamomilit mund të ofrojë gjithashtu një shëndet më të mirë të zemrës. Një zemër e shëndetshme do të ofrojë funksione optimale të gjitha funksioneve të trupit. Është vërtet thelbësor edhe për shëndetin e përgjithshëm. Çaji i kamomilit mund të ndihmojë në përmirësimin e ndjeshëm të funksioneve të zemrës. Ai përmban antioksidantë të veçantë, flavonoide që mund të ulin ndjeshëm kolesterolin, gjithashtu edhe presionin e gjakut, duke çuar kështu në një zemër më të mbrojtur, më efektive dhe më pak komplikacione. Përdorimet të tilla të kamomilit do të bëjnë gjithashtu të keni një nxitje më të mirë të shëndetit dhe më pak shqetësime. Çaji i kamomilit është një produkt i cili mund të konsumohet nga të gjithë, por gjithmonë duke u konsumuar si duhet. Ekspertët rekomandojnë që kamomili të konsumohet në rastet më të mira edhe brenda normës së rekomanduar, por nëse merrni medikamente të caktuara siç janë ato për ollëmin e gjakut ose probleme të ngjashme, është e rëndësishme që përpara përdorimit të konsultoheni me ekspertin e shëndetësisë. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojë.
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.